mirëmëngjesi. Ja të kemi në kuzhinë, gjithmonë të pozicionuar në banakun e Rezes, në kuzhinën më të madhe për krejtëve. Bravo. Qa do na gatuar sot? Një sot një gatim me kunguj me oriz. Është gatim shumë i thjesht, nuk ka asgjë të përbër, kemi orizin, qepën, kura punat e qepa, një gëzhje. Si veprim nga Angeli për ta bërë para se të hynim në transmetim, që të mos hyrë në zhurmë. Sepse, në këto gatime duhet gjithmonë qepa tjetë imët. Nuk më duhet as pure, por edhe thika nuk e bën të prerje të tillë. Duke shtuar yndyrën, që unë ngelem të fjala që tash nuk ka asgjë të përbër, normalisht yndyra as gjarë vetëm vaj ulliri, dhe a i dini ju. Problemi më kryesor në shëndetin ton, ne themi është mishi, është dhjami. Problemi kryesor është vaj të njeriu. Yndyrnat që zgjedhim të përdorim. Vaj të njeriu, sepse ne përdorim vaj të përpunuar. Zuam ne, sepse shpesh herë ne duhet të ndërgjegjësohemi dhe duhet të pranojmë të vërtetën, që vetëm vaj ullir që ne e marrim në të sigur që e dim, dhe më pas çdo lloj vajrat janë të përpunuara, janë vajra industrial. Që kështu, mua më takon ta them që gjithmonë të kemi kujdes çfarë ne gatuajmë, dhe themi ne jemi atë çfarë ham. Absolutisht. Ktu qepën e kam ngrirë për të dyja gatimet, Kështu që marrim majt sa na duhet. Përdor vetëm gjysmën. Uje që të sëm pak edhe tret. Dhe e spostoj sepse më duhet për recetën tjetër. Pra ky gatim pas ka vetëm 3 produkte. Orizin, kungujt, qepën. Kam hudrën, që duhet ta gri dhe direkt ta shtoj tek qepa. Një thelpi hudrë, më tepër nuk duhet, këto janë aq të voçkla sa që janë të pallogaritshme. Mund t'jenë të vogla, po janë më organike, më mira se largoj dhe se të mëdhajat. Siç e keni vënë re, hudrën e përdor të tillë. I lë derisa të shpirohen të gjitha aroma, derisa të ndihet ajo era e fuqishme e hudrës të filloj dhe të shuhet. Ai është momenti i duhur. Pakës fare krip këtu. Dhe kapakun. Direkt spostoj. Duan 2 mesatar, 2 kunguj mesatar, në kubik, ose në disje. Janë të ujshëm, kanë ujë shumë në përbërjen e tyre. I presim. Që zbuten dhe zjen kollaj. Imët. Ka diku të 2 kunguj mesatar. Orizin të shplar dhe disa pika limoni që na duhet e marr dhe e trazoj. Pra si e kemi shplar, e kullojmë aty. Pra ku është edhe lëngu i orizit, gjë që ne na duhet, ti duhet më saktë mikit për... E përdorim lëngun e orizit, e për maska kemi treguar, për flokët. Dhe nuk shkon dëm, dhe mos kur e shplaj me ujnë e ngrohtë që lëshon më mirë atë lëngun e vet. Në momentin që fillon edhe bëhet të grobzat si puna e pilafit, shiko, mua më duhet të shtoj orizin.
E një nga orisin, këtu i bje ta skuqim pak, të japim gjyrë orisit? Po, sepse janë lëngjet Po. e qepës derisa të unifikohen shijet dhe derisa të përtitet lagështira. Do të thonë ju, përse ju do të shtosh sërish ujë? Po patjetër, sepse dua të punohet deri në pjesën e zemrës tek orizi. Ka orizi zemër, të gjithë kanë zemër. Në ato Të mesin gjithë kanë zemër. embrionit. Askush zemrën nuk e lepen, përveç orizit që i lë në gatim. Po. Ja marim ne dhe lëm që të na shijoj. Pra, ta lëm deri sa të shojmë të jetë më transparente kokra. Kam parë në një pjesë që nënat dhe vërtet nënat nuk duan që shkëputet kordoni nga nënat e fëmija. E duan që ta kenë gjithmonë fëmin pranë. Kështu është në disa gatime, dhe unë them që kordoni që nuk shkëputet është vetëm kordoni qepës. Sepse qepa është e domosdoshme pothuajse në të gjitha gatimet. Pothuajse, janë disa gatime të vogla që nuk e duan, por dhe kur themi të shqetoj e përmetit që nuk e do qepën, sërish të do. Sepse ekzistojnë disa krahina, si që kanë qepën, e lënë të marri shien në ndyra. Dhe më pas e heqin, pra thjesht sa të bëjt ajo pjesa e verdhë, jo një kafe. Si që kam, do të shtoj masën e ujtë, nuk e bëj det, ansoret do të kemi gjithmonë kujdes, shtoj pakën piper, për të pasur ato shijet e duhura, dhe normalisht edhe pakës fare krip. Gjithmonë, ujnë e shtoj avash, duke shtuar nga dalë dhe gradualisht më sakt, kemi gjithmonë një zjerje shumë të mirë dhe gatimi ka më tepër shije. Po, i vë ka pakun dhe më duhet pak lëkur limoni. Pra më duhet lëngu i limonit, si kurse dhe lëkura. Dhe kungujt i bie t'i shtojmë pasi të ketë zjerë mirë orizi. Pak. Se janë të njom edhe nuk i duhet shumë kohë për t'u gatuar. E kam thënë, kur le shikojmë bërthamën e limonit, ne kemi pothuajse, jo të ngjashme, kemi kardamonin. Kardamonin që ka madhsin e bërthamës e limonit, po thjesht është me lëvozhg. Marë nga ana, nga kjo andës, marë lëkurën. E jep atë aromën, ndjenjën e freskisë. Një nxitje të ushqimit, pasi që pak nga ana më e theksuar mesatare e rendes. Sërisht, ka lëngë. Kam edhe një pjesë këtu. Dhe ky limoni që nga plot lëngë. Kemi thënë që limonat janë në kategori të ndryshme, është ajo lëkura e trash që përdoret për glikot, dhe është kjo lëkura e hollë që përdoret gjithmonë për t'i marrë lëngun për lëngjet. Orizi është ai bardhi i kokërrumbullakët që e lëshon dhe pak ato nisështen, që e trash lëngun, plus që është dhe qepa, sepse në raport me kungujt që janë të ujshëm, edhe që nuk veprojnë të trashja e lëngut, por ndihmojnë në përmirësimin në shije dhe në kombinimin shumë të mirë që i bëhet me orizin. Të hum të fara, ku shkoj më del për para. Po, por dhe Hirusha që ishte Hirusha, atë pungullin bëri karotë dhe gjeti princin, që kështu mos e në vlefsoni asë njëherë dhe jo vetëm për këto legjenda dhe këto pralla, por edhe për vlerat që kanë kungujt dhe kemi thonë herë pas here për vitaminat që përmbajnë, për sasinë e ujit janë hidratuse dhe duhet përdorim të konsumojmë tani në verë sa më shumë ushqime që kanë ujë, që të na hidratojnë, sepse temperaturat bëjnë të vetën, ndikojnë në gjendjen tonë
fizike edhe mendore. Shohim tani një përmbledhje të recetës tonë të kungulleshkave me oriz. Jemi drejt të përfundimit të recetës, do të presim dhe pak minuta sa të zjej orizi që të shtojmë kungujt. Oriz me kungujt të njom dhe koper, cilën do t'ja shtojmë në fund. 1 filxhan oriz të shplar, 2 kunguj të njom, 1 qep mesatare, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 tuf koper e freskët, 1 thelp udhër, gjysëm limoni, lëngu dhe pak lëkure grirë, 2 filxhan ujë ose 2 filxhan lëng perimesh, krip, piper i zi. Kjo është receta e plot, një recet vere, ndoshta ju kujtojmë që ta përgatisni këto ditë, nuk ka shumë shpenzime, dhe del shumë e shishme. Kungujto në rrath o në kubik, thamë këtë gjë. Ka orizotë, po ta marrësh, unë e them shpesh, disa, për shumë, fillon dhe sa e bëjnë punën e tyre më të vështirë. A vë me pak ujë? Po, nga pak e nga pak. Nga pak e nga pak, dhe çdo gati nga pak e nga pak ujë do. Vetëm nxjerrja e mishit që kërkon që nivelet e jetë baraz me mishin. Shtoj sërish. Pjesën tjetër të ujit apo të lëngut të mishit mund të keni tepruar nga dje. E të marrë dhe pak ujë të nxehtë nëse të duhet, se dhe pak ujë do lëshojnë dhe vetë kungujt. Për shembull, disa thonë, nuk duhet ujë që del nga orizi. Unë kam shplar herën e parë orizin, pra kam bërë shplarje shumë të mirë. Ajo shplarja e dytë, duke shtuar unë këtë mas ujë, normalisht e bëj më kremoze, është qësoj si kur ju të shtoni një sështe. Pra, dhe jo më ko që e lash, e shtoj. Masën e duhur të kripës, vetëm që kemi pak kujdes, se sa e imët është kripa. Aty dhe le të bëhet avash duke i shtuar unë edhe sasin e tufës. Gjysma e tufës në fillim. Dhe gjysma tjetër do jetë një spërkatje në fund fare. Dhe në ka kombinim më të mirë të koperit me kungullin, shkojnë shumë në shije. Ja edhe trajta afër përfundimit të recetës, kunguj do fillojnë të mblidhen pak, të zbuten, orizi do të zjej plotësisht, rregullojmë shijen me piperin, me kripën, pak zvaj për ta mbajtur më të zbutur. Shtoj dhe limoni. Lëngun e limonit, lëkurën e limonit e kam shtuar më përpara. Ja. Pak fare ujë, sa ujë? Aj sa matë më jetë? Kaq. Do të përthithet kjo sasia ujtë, do t'jetë e thatë në fund. Kjo është masa e duhur. Duke i vendosur kapakun, ulim pak nxehtësinë dhe jemi në rregull. Oriz me kunguj dhe koper, ndoshta është gati tani për ta servirur, shifeni pak përfundimin. Gropëzat, si që gatuajnë pilafin, tregojnë që mund të kemi edhe recetën të përfunduar. Janë zbutur kungujt. E lëni derisa të thahen lëngjet, sepse gjatë ftohjes do të pikset, po. Po, do të pikset. Kështu, unë. Prit. Ashtu. Kështu që ne po e servirim në farë mënyre. Edhe masën tjetër. Pra, është një gatim. Gatim vere. Që shkon me së ngjyrës së verdh dhe jeshile, sepse
limoni, që është lëkura e limonit. Dhe një përzierje shumë të mirë. Ja. Kjo është dreka jonë për sot. Do ftohet dhe do shijohet. Një spërkatje lehtë me pak vaj ulliri, freskët. Dhe ja këtu, mes luleve, mes bimëve. Shpresoj që të na keni ndjekur me vëmendje dhe me njëherë ta përgatisni pse jo në drekën e sotme, sikundër na thoni që gatuajmë së bashku me ju. Pra, oriz, kunguj, koper, një hudhër, një qep. Vaj ulliri, krip, piper të zi. Kaq do kjo recet, e nisim me kaurtisin e qepës, më pas e kriposim, duke shtuar edhe piperin e zi. Më pas, kujdesuni dhe lëngun e limonit ta shtoni nga fundi, lëkurën e limonit gjithashtu ta përdorni, sepse ndryshe është lëkura, ndryshe është lëngu, e kemi thënë këtë për aromat edhe specifikat e secilës, dhe receta përfundon kaq shpejt, kaq thjesht dhe është kaq e shijshme.